Çfarë po ndodh fakt aktualisht, protestat pa diskutim po vijojnë dhe do jenë çështje diskutimi qoftë nga ana opozitës si e interpreton apo për një vizion pak më afallgjat për këtë lëvizje. Dua t'ju pyes për betejën personale në fakt që keni ju sa i përket mandatit të kryebashkiakut të Kuçovës. Çfarë po ndodh? Për djenit të leshikuzve dhe të banorëve, sidomos të Kuçovës, u bën mbi 3 vjet që unë jam në një betejë politike, morale, mediatike dhe ligjore. Këto 3 të parat jam pothuajse në përfundim të fituara, pra betejë morale vazhdon ende. Betejë ligjore besoj që mbaron o para 2027-s, ose me votën e popullit pas 2027-s dhe përsëri do të vazhdoj betejën ligjore derisa kryetari i bashkisë me mandat të grabitur në këzazën e krimit 64, me fjalë të përgjigjet para drejtësisë dhe para spakut, për abuzime jo vetëm me votën, por për abuzime dhe me tendrat korruptive për të cilin ka rreth 11 kallëzime, pavarësisht se disa prej tyre mund të jenë në prag të mbylljes për shkak të lobinjeve politike dhe oligarkike. Tani, jo më kot ndodhin këto protesta, sepse këtu është një shtet i kalbur, institucionet të kapura, drejtësi e kapur, dhe çdo institucion pothuajse ka dështuar. Po themi ka dështuar shëndetësia, ka dështuar bujqësia, ka dështuar arsimi, shpopulluar vendi e me radhë. Pra, imagjino tani, ish drejtues policie, ish deputet prej 2 mandatesh në Kuvendin e Shqipërisë, pra antari Komisionit Sigurisë Kombëtare, ish drejtues i burgjeve, apo dhe drejtues vendor, ish drejtues vendor, 3 vjet nuk kanë lënë prokurori, gjykata dhe institucione një cirk, me fjalë me organet e drejtësisë për një çështje në Kuçovë për shkak të një kryebashkiaku i cili jeton jashtë realitetit. E ka lënë Kuçovën si mesjet se për shkak se lekët e pista dhe karrigja e dhuruar dhe e grabitur të bën që ti të jesh jashtë realitetit e ta lësh atë Kuçovën si mesjet me rrugut me gropa, me qenë treg si Kandahar, muze gërmadh, banjo publike ku zë epidemia, pa ura rrugët e fshatrave dhe shumë e shumë të tjera stadiume, varreza me fjalë jashtë çdo lloji standardi për shkak të abuzimeve dhe për shkak se në Kuçovë varje xhaketën, thoshte Indieri Fino, dhe fitonte Partia Socialiste. Era parë që u trondit 2023-shin, pavarësisht përplasjes me oligark edhe me ish ministrin Çuçi apo drejtues të policisë së shtetit, me fjalë humbja që me pak vota për shkak të ndërrimit kutive në një KZZ krimi, ku për herë të parë u mbyll KZZ-ja në orën 11:20 dhe del në orën 1, kur dorëzuan të gjitha kutit, pra në një dhomë të fshet gjë që kjo betejë ka vazhduar.